Në një pjesë të rrugës së lagjës Likova, së fundmi ka pasur investime. Aty është shtruar asfalti, I cili sipas banorëve ka rreth një muaj. Sot ata janë drejtuar redaksisë së televizionit me një ankesë. Ky investim I bërë para shumë pak kohësh, tashmë vetë se ka filluar të dëmtohet. Në asfalt qartë shihen plastaritjet e para. Që kjo asfalt u shtrua para një muj dite, peshin edhe vetë, që shoqa. Kjo është, nuk me pakon kvalitet, nuk I qa, po kjo shkele shko, e kanë marrue edhe midis rrugë. Gjinja mund me bo probleme me kjerë, me sane. Besoj si me nëzit që tonë se I kanë shtrue, dyte asfaltit se shtrojnë heq, qërë edhe kjo qeta që shosht, edhe peshin edhe vetë. Kjo që di mrada një muj më bo kështu, kjo të merë. Një tjetër shqetësim I banorëve është mungesa e trotuareve. Për trotuar peshin edhe vetë, s'ka trotuar rruga edhe është merë. Gjinja me shku midis rrugë, ka bo baki edhe I kanë sos, edhe është ma mirë me prit pa bo puna madhe me mytë në I person, pa morë parasysh kush është taj, na nuk kem dallim, toni jem shqiptar, jem gjendë, duhet me në ramas me baki trotuar edhe me ju largu problemeve gjinave. Nga aty u kërkua mbikëqyrje rigoroze e punimeve pasi ato paguhen nga taksat e qytetarëve, andaj kualiteti duhet të jetë I duhuri, në mënyrë që të mos jetë nevojshme të ndërhyet disa herë për të njëjtën gjë.